s'po di cili kanal televiziv përcjellën se na, përcjellën lajmet, po supozoj, përcjellën serialet, përcjellën shumicën e kohës gjanat mrapshta, po vështirë kime pas se me promovu një kam. Sidomos zhanrit rock. Ato përfundojnë Facebook, për shembull, ose në YouTube, e masane në Facebook, po në për media tonë nuk i shën televizor se nuk kon kohë me përcjell televizion, ose përcjellit në segmente caktuar. Po. Edhe në gjithë këtë zgjedhje që u bë, që kemi zgjedhje. Po me thonë, kretë të kushtet teknologjike e kanë vështërsu punën e promovimit tash rock muzikës ose ku ta diunë. Jemi të folë tash për rock muzikë. Azdren, unë pajtona me ty, po prapë se prapë YouTube është bo një televizion më i madh në botë. Për më ardhe e të promovimin është as kanë kohë njerëz, po bile s'paku kanë bo për zgjedhjen të lyp. Edhe qëfë se televizioni të në lënë vetë publiku të lyp. I ki pa vetë sa video virale për shembull kanë bo emën, kanë bo edhe si rasti pësajt që ke këti të Kores me miliarda klikime që i bën për hire. Po fundit na e patëm edhe rastin e këtij reperit që është prej Amerikës të në Prishtinë. Unikatili. Spot nuk e ka. Po nuk ka spot, po që? Nuk ka, po stadionin e Prishtinës e mushi me pjesëtar të gjatë zhanrit muzikës. Do të thotë diçka ka funksionu taj, për te sa i kam lidh gjithë ata njerëz me pagu gjithë ato pare, do të thotë për ato bilete. Që do të thotë që mos unë nënkohem të shtrajtia që tha Toni, s'paku që ashtu disa tjerë po shojëm, kur po thu që me një sound kartel po bën kongën, po ki mundësi vetë me qitë në televizion YouTube edhe shihesh në këtë botën. Ki mundësit më të mdoja me përparu? Mundësit janë shumë të mdoja, Valon. Do të thonë, premuri e ta ka prit me mujtë tana për një instrument. Do të thonë, e kile duf me kalune për procedura, deri sa... Astele, mërë s'kemi pa, astele. Një gitarë, kur vind të keshë shumë e shiku.